Kush e vrau, ose pse vrau veten ai? Flasim për versionin e zyrtar dhe atë se çka mendohet ose që thon ata që e studiojnë. Pra ka dy versione, është vrar apo është vetë vrar? Unë nuk I besoj këto punën e vetvrasjeve, se po doli për shembull një person publik aq I njohur dhe pastaj ti thonë që u vetvra edhe kështu, sepse kjo është një mënyrë me la dur të shumë njerëz që të largojnë nga përgjegjësitë e tyre. Është skemë dëgjuar vazhdimisht, si me të shehun e me edhe atë tjetrin që kishte ish noshti që flisë edhe për konspiracion. Po për kaçmiftarin edhe. Po vetvra tani. Për kaçmiftarin që. Çfarë këto gjëna u holl në kati 7, u holl në kati 15. Çe edhe kaçin e kanë vrarë thua? Po sigurisht e kanë vrarë por, as e diskutoj fare. Edhe sot po qarkullojnë shumë videot e tij në rrjetet sociale, gjithë gjërat pas shumë vitesh, njerëzit po thonë, ure, është se kemi gjykuar, kemi ofenduar, kemi paragjykuar një njeri që ndoshta atëherë nuk e kuptoshin dot, por sot gjithë fjalët që ka thënë ai para 10 vitesh, po dalin. Po, edhe I nxjerrin kështu e paraqesin vetvrarje, helmim. Edhe këtë shehin, besoj se kanë ne qafet atë. Kë sheh? Ama që kishte atë 360 gradë. Artur Zhejnë? Zhejnë, se thashin. Që po me Arturin që jo po korona thoshte po ec tani, por ai tjetri po dës ai djali I ri atje, gjoja e zemra në banjë atje kur ishte. Ai që të I po dës ai I ri ose harrova emrin. Gert Bogdani. Po, bravo, ec tani. Si duket po rrezikonte karrigja dinosaurit atje Salës që po do me lëshu. Edhe e hoqën. Oldashin e Priftin e Artanin e Top Channel-it, sa kanë vrar këta më një. Kështu edhe këta tjetrin, se mos largohen nga çështja. Kështu edhe Jeffrin, a? Edhe Jeffrin atje. Se po njëjta skemash, po njëjta gjë. E arrestuan në New York në 2019 atje, edhe në një qeli pastaj gjoja kur shkuan e panta vetë vrarë aty me 10 sa ishte gusht 2019-s. Atëherë në 2019-ën ja sajuan vetvrasjen. Mos e kanë lidhur kur në 10 gusht para Covidit. Ishte njeriu që kishte dijeni për sekrete për njerëz frikshëm fare, kupton? Nuk duhen të lëjmë pas këta njerëz që dinë gjëra të burr. Mirë, aty s'ka ditë vetë ai, se ajo nuk bëhet vetëm nga I dorë. Aty ka pas edhe personazhe ose persona të tjerë që kanë qenë në varësinë e tij, për shembull Jeffrit. Po dakord, por ky është personi kyç, ky mbante të gjitha të dhënat, ky kishte të gjitha dosjet, provat, ai kishte gjëra që dokumente që kishte të fshehura më burr. Që edhe këta vetë nuk I dini ku janë, ku I kanë çefur ai. Ky ka të groposura, mund të ketë kush e di sa USB të shpërndara me prova. Edhe që ta sigurojnë që nuk do ketë rrezik. Ky se kanë uhatur thua ti atëherë kur kanë dashur ti bënë këtë gjë? Që të shpërndante për shembull informacionet e tij të shpërndante tek burimet tjera të sigurta të tij që ti nxirrte të paktën mua po mvrasin, por e vërteta të dali përderisa Kosto do emun. Tani fakti që e futën, që arrestuan dhe futën në burg ishte për arsye sepse ky nuk kishte rënë dakord që t'i jepte të gjitha provat që kishte në dorë. E futën njëra aty me shpresën se do zëj mend aty. Po mi kush e kape futin burgët ndërkohë që janë po vetë këta, po klani I tyre. Po këta që e vendosën aty, po këta janë që e kapin. Edhe e rasën me në qeli. Po për çfarë arsye mund të kenë rasën në qeli që e kanë arrestuar? Po sepse kishin rënë dakord me disa gjëra, I është prishur diku ajo llogaria. S'ka nuk ka shkuar më përtej thotë. Nuk është përgjigjur dot më atyre. Po se shiko, sado I korruptum të jetë një njeri, e kemi thënë dhe herë tjera këto. Po, vjen e kapi një moment që vjen e ndërgjigje. Thellë ka një mirësi, një shkëndi diçkaje. Domethënë ka arritur deri aty ku thotë tani unë s'mund të përdore më për këtë pislika valla. E futun aty mrena që t'i bëj një presion psikologjik. Ai si duket as aty nuk është bindur. Edhe thonë që ta sigurojmë fare, e qërojmë edhe. Nëse dalin në pa të gjitha dokumentet e dosjeve dhe I shko deri në fund, çfarë ndodh me politikën e madhe botërore? Pra, gjitha gjërat siç janë të vërteta atje që kanë ndodhur. Pra, kjo që po thonim ne tani domethënë që dinte vetëm e pështejini. Nëse dalin gjitha në pa dhe shko drejtësia, media I publikon gjitha, çfarë ndodh me politikën botërore? Aty do bëhet kaos direkte, destabilizim shoqëror, kudo, politik, luftë, mund të kalosh në luftë civile. Gjithçka mund të sjellë ajo. A mendon se do të shkojë deri në të pikë?
Atje kena për të shku neve, po jo për kësajt. Jo për kësaj. Ja, këte do e kufizojnë atë, kupton, se nuk duan që të vi... Pra, e kanë në dorë, thua? Po E sigurisht që kontrollojnë kanë vetë ato? Po. Të pesha? Po, kontrollojnë. atë situatën e këtyre përplasjeve, lëmsheve që do ndodhin nëpër vende të ndryshme, ata do e shkaktojnë. Siç po e bëjnë tani në Iran. Po. Ata po e shkaktojnë atë gjë. Nuk u ngrit një, se po marr si parentese, Po. nuk u ngrit një grup njerëzish atje dhe shiko tani po kundërshtojmë neve se duam të rrezojmë kreun e vendit tonë kështu me radhë. Në regjimin e tyre. Ato janë kështu olla, ata që u çun atje që fillon të u vra atje janë tip, siç mund t'i themi neve këtu fashistat. Kupton, kanë gjithmonë një grup këta të cias në çdo vend që sa herë që qeveria nuk bie dakord, ngren këta. Për të bërë çikrëmuj. Vetëm Shqipërisë po e bëjnë atë. Një lloj. Kupton, një taktik. Siç ndodhi edhe në Serbi për të rrëzuar qeverinë atje, është ky grupi këtyre gjithmonë i kanë kudo këta për të shkaktuar trazira. Ne kanë dorë. Kështu që ata nuk e kanë problem të krijojnë kaos gjithani. Po kanë don kohën e tyre që ta bëjnë këtë gjë, kur arrin të piqen disa rrethana të tjera. Kupton? Po jo për kësaj. Me këtë si duket ata duan të kapin jo atë shtresën e lartë. Domethënë këta s'kan për dal pa. Ja për shembull një nga ata është Trumpi, s'kan për të bëjë gjë atit. Po. Tek e fundit thash, mund t'i bëj një zbej imazhi që të vijë ai tjetri, po deri aty, as ka për të dënuar asgjë. Në qartë. Siç ndodhi me këtë. Po kush do të preket nga kjo gjë, mendon ti? Cila shtresë? To do preken ata që realisht ne nuk i njohim. Që nuk i njohim, që s'bëjmë pikë lidhje interesi fare që. Po. Që s'na ndikon fare ne domethënë. Fikse, po nga Jo që në Shqipëri, por po nga që është qelbur kjo kjo pjesa e pedofilizmit, e rrëmbimit të fëmijëve dhe vajzave këto, nga që është qelbur shumë, nuk do japi një përshtypje tani në botë, neve, deleve që shohim ato ekranet dhe i marrim gjithë atë mirëqenia, të japi një përshtypje që shikon po funksionon drejtësia dhe kjo çështje tani po i shkojmë nga pas. Domethënë ka shkuar aq, është qelb aq shumë sa që diçka duhet të ndodhi dhe të japi njerëzve një lloj shpresë që ja shiko, po kujdesemi ta rregullojmë. Për këtë, ato majet s'kan për të kapur asnjëherë. Edhe kur ndodh një diçka për shembull në një qeveri, asnjë nuk goditet të kreu. Ke parë një dënohet në një kryeministër? Na i ministër atje, na i zëvendës kështu ministri, na i gjë e vogël kështu aty. Përjashtim nga puna një drejtori policie, deri aty e ke. Edhe ajo nëse është e vërtet. Flitet që edhe në Shqipëri ka kështu si klubi ose ishulli i Epsteinit, që bëhen edhe këtu me rang pushtetarësh mëdhenj, politikan, qoftë edhe biznesmenësh mëdhenj, që kanë disa ambiente këtu në Shqipëri që bëjnë po të njëjtën gjë, që bëjnë orgjira. Po, ka. Është e vërtetë kjo? Po, është vërtet, shumë e vërtetë kjo.